Për veprat penale që cënojnë zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik të zgjedhjeve, sipas të dhënave statistikore, rezulton se regjistruar 68 procedime penale me 15 pandehur që janë dërguar për gjykim dhe janë dërguar për gjykim 14 procedime penale me 30 pandehur. Ndërkohë rezultojnë 7 pandehur të dënuar nga gjykata. Peshë më të lartë në këto procedime e zënë vepra penale parashkuar nga neni 328A i Kodit Penal, përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore, për të cilën janë regjistruar 17 procedime penale ose 25% e totalit, dhe vepra penale parashkuar nga neni 327 shkelja e fshehtësisë votimit, për të cilën janë regjistruar 17 procedime dhe sërish janë të 25% e totalit. Sa i përket bashkëpunimit ndërkombëtar, Prokuroria e Përgjithshme ka vjuar punën për rritjen e eficiencës në bashkëpunim me autoritetet gjyqësore të huaja në fushën penale. Është nënshkruar një marrëveshje në këtë kuadër dhe me Prokurorinë e Lartë të Shtetit të Malit Zi, ndërkohë nga të dhënat kryesore të bashkëpunimit gjyqësor ndërkombëtar, të administruar në sistemin elektronik IMPRO, tregon një rritje të numrit të ekstradimeve nga Shqipëria për jashtë vendit me 28%, pra nga 137 kemi shkuar në 176. Ka një rritje të numrit të letërporosive për jashtë me 24%, kemi shkuar nga 539 në 723. Ku vlen theksohet se me gjithë vështirësitë që kemi hasur për shkak të vakancave të teksuar në organik, përqindja e ekzekutimit të letërporosive nga ana jonë është 46%, ndaj 24% atyre të ekzekutuara nga autoritetet e huaja, çka tregon për prioritetin që kanë pasur prokuroritë për bashkëpunimin ndërkombëtar. Prokurori i Përgjithshëm në cilësinë e përfaqësuesit të autoritetit kompetent ka vjuar zbatimin e marrëveshjes bashkëpunimit me Eurojust nëpërmjet veprimtarisë të prokurorit ndërlidhës aty, referuar të dhënave nga zyra e prokurorit ndërlidhës në vitin 2025, mbi 100 janë raportuar mbi 100-311 raste që përfshin Shqipërinë. Zyra shqiptare në Eurojust vijon mbështetjen e 27 skuadrave të përbashkëta, 5 prej cilave janë krijuar gjatë vitit 2025. Autoritetet shqiptare kanë organizuar 3 takime koordinimi dhe kanë marrë pjesë 24 takime të tilla si të ftuar. Është për të theksuar se tashmë kemi raste të skuadrave hetimore të përbashkëta edhe në Prokurorinë e Reduksionit Përgjithshëm. Është një rast për vitin 2025, Prokuroria e Tiranës me autoritetet kolumbiane dhe kemi sërish edhe në 2026 në 2 raste të tjera.